Nëse do të zgjidhje 3 shenjat më me fat deri në fund të vitit, cilat do të ishin? Atëherë shenjat më me fat që janë gjatë periudhës në vazhdim, jo vetëm për këtë vit, po po e them për këtë vit, është shenja e dashit ka një fat vërtet shumë të madh. Dhe vjen pas një çlirimi shumë të madh. Kjo mund të duket, ose ka shumë persona të cilët thonë që unë nuk kam fat, por në të vërtetë unë mënyrë se unë perceptoj fatin të paktën, është aftësia që ne të përdorim elementet që kemi rreth rrotull. Dhe shenja e dashit është shenja e cila është rritur shumë gjatë këtyre 20 viteve të kaluara. Prandaj edhe në këto momente ka një aftësi vërtet shumë të madhe që çdo element ta vendosë në vendin e tij. Pak më tepër që edhe Jupiteri ka kaluar te 70 i fatit, pra detyrimisht e ndihmon edhe që të shikojë rrugën. Dhe mbi të gjitha e zbraz edhe jetën e tij nga dinamikat problematike ose toksike. Prandaj edhe më duhet ta them po, shenja e dashit është një ndër shenjat më me fat. Shenja tjetër e cila ka një fat vërtet shumë të madh, sidomos gjatë këtij viti, duke qenë se do të kemi edhe shumë kënde pozitive të drejtuesit të gjyqit Jupiteri, është shenja e Shigjetarët. Mund të them që do të jetë një nga shenjat që këto vite ta mbyllim me ndryshime shumë të mëdha në jetën e tij. Këtu bëhet fjalë më tepër për ndryshime rrënjësore, si krijimi i familjes, ndryshime në karrierë, mund të bëhet fjalë edhe për gjetjen e personave të tyre të jetës, të bëhen me fëmijë e të tjerë.